Në përfundim të një sezoni të zjarrt, Vllaznia dhe Tirana do të përballen në finalen e kampionatit kombëtar të futsallit për sezonin 2024-2025, ku qeblut të kualifikuan me një fitore bindëse ndaj flamurtarit me rezultatin 6-1 në një sfidë ku shkëlqeu Ari Djepaxhia me triplet, ndërsa gola e tjerë u shënuan nga Besfort Gjoklaj, Alsit Tafili dhe Semir Gokaj. Në prag të ndeshjes finale, trajneri dhe kapiteni i Vllaznisë Alsit Tafili është shprehur optimist për shanset e ekipit. Kemi përballë një kundërshtar si Tirana, ku në vitet e fundit ka një eksperiencë mjaft mirë në futsal dhe është shpallur për disa vite radha si kampion, por besoj se e kemi përgatitur mjaft mirë ndeshjen, duke njohur edhe si kundërshtar, duke parë edhe pikat e forta dhe dobta të kundërshtarit. Mendoj se kemi marrë masa, po përveç pjesës taktike, dëshira jonë për të arritur tek ky titull është shumë e madhe, sepse nuk ka ardhur në Shkodër një titull për futsallin. Djemtë janë patjetër shumë të motivuar dhe besoj nesër do ta shprehin edhe në fushën e lojës. Normalisht besoj se mbështetja e tifozërisë nuk do të mungoj, sepse gjithë ato djemt janë shkodran, janë vllaznisë dhe gjithsesi një titull kundër Tiranës dhe të ishte mjaft e bukur dhe pozitive për qytetin tonë. Sfida për titullin kampion do të zhvillohet të dielën në Aslan Rusi në Tiranë dhe pritet të jetë një përballje me shumë emocione mes dy ekipeve që kanë dominuar futsallin shqiptare këtë sezon.